Ministria e Brendshme britanike mund të pengohet të deportojë shumë djemë të rinj viktima të trafikimit drejt Shqipërisë pas një vendimi të fundit gjyqësor. Mira djemë shqiptar janë identifikuar si viktima të mundshme të trafikimit në Mbretërinë e Bashkuar gjatë viteve të fundit. Shumë prej tyre dërgohen përsëri në vendin e tyre edhe nëse janë viktima të mundshme ose të konfirmuara të trafikimit, pasi Ministria e Brendshme argumenton se ata do të jenë të sigurt në Shqipëri. Vendimi pritet të jetë goditje e madhe për qeverinë, e cila po përpiqet të rrisë numrin e personave që dëbon nga vendi. Shqiptarët kryesojnë shifrat e personave të larguar me forcë nga Mbretëria e Bashkuar gjatë 5 viteve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë britanike, 2247 shqiptar u deportuan në 12 muaj deri në fund të marsit, duke përbërë 1/4 e kthimeve të detyruara. Të dhënat e bëra publike gjatë çështjes gjyqësore tregojnë se ndërsa më parë viktimat kryesore e shqiptarit të trafikimit ishin gratë, kryesisht të trafikuara drejt industrisë së seksit në Mbretërinë e Bashkuar, ato tashmë janë tejkaluar nga meshkujt, kryesisht djemë të rinj të trafikuar për të punuar në tregtinë e drogës, qoftë për shpërndarjen e saj, qoftë si kopshtar në fermat e kanabisit. Në vitin 2022, 4107 meshkuj shqiptar ju referuan shërbimeve britanike për shkak të ndryshimeve për trafikim, krahasuar me 502 gra. Në vitin 2023, shifra ishte 3463 meshkuj dhe 588 femra. Gjithçka nisi nga një 21 vjeçar viktim e trafikimit nga Shqipëria, i cili u shfrytëzua për herë të parë nga një bazë shqiptare në Belgjik, kur vizitoi vendin së bashku me baban e tij. Në moshën 16 vjeçare, ai u shit një bande tjetër shqiptare, e cila e solli në Mbretërinë e Bashkuar dhe detyroi të punonte në kultivimin e bimëve të kanabisit. Më vonë ai u arratis dhe u njoh si viktimë e trafikimit, por ju refuzua azili, pasi u tha se do të ishte i sigurt nëse kthehej në Shqipëri. Një trup gjykues prej 3 gjyqtarësh të lartë në Tribunalin e Lartë të Emigracionit pranoi kërkesën e tij për azil dhe konstatoi se edhe pse kishin kaluar 5 vjet që nga koha kur ai ishte trafikuar për herë të parë, ai vazhdonte të ishte në rrezik real nga trafikantët e tij dhe nuk mund të kthehej në mënyrë të sigurt në Shqipëri, shkruan The Guardian. Gjyqtarët nxorën udhëzime të reja për Britaninë, të cilat qeveria duhet i marrë në konsiderat dhe Ministria e Brendshme duhet i zbatojë përpara se të vendosë nëse do t'i kthejë në Shqipëri djemë që janë viktima të trafikimit. Vendimi konstatoi se megjithëse Shqipëria ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, ai vazhdon të jetë një problem i përhapur. Gjykata gjithashtu vuri në dukje se nuk ka streha të posaçme për viktimat e trafikimit dhe se rreziku që të ritrafikohen pas kthimit në Shqipëri është i konsiderueshëm. Qendra ligjore e Islingtonit, e cila ka ekspertizë të veçantë në përfaqësimin e viktimave shqiptare të trafikimit, vuri në dukje një sër praktika shqetësuese që bandat përdorin ndaj viktimave të tyre. Këto përfshin filmimin e qëllimshëm të abuzimit seksual, përfshirë përdhunimin e fëmijëve viktima të trafikimit dhe kërcënimin për publikimin e pamjeve në rrjetet sociale. Ata gjithashtu shfaqin të rinjve video të njerëzve të tyre të dashur në Shqipëri për të bërë të ditur se e dinë se kush janë familjarët e tyre, ndërsa bandat u shkaktojnë fëmijëve dhe të rinjve edhe dëmtime fizike si thyerje të kockave.